Me hirën e Zotit sot do flasim për paqen. Dhe një nga vargjet ku ne na përmendet paqja është pikërisht vargu që do ndaj me ju sot tek Romakëve 12:18. Dhe le të lexojmë. Po të jetë mundur, dhe ai sa varet për jush, jetoni në paqe me të gjithë njerëzit. Pra ky varg i mrekullueshëm mbaron me këtë thirrje. Jetoni në paqe me të gjithë njerëzit. Por para se të bëhet kjo thirrje, na thuhet po të jetë mundur, dhe ai sa varet për jush. Dhe nëse e lidhim këtë varg me vetë fjalët e Zotit Jezus, na thotë që luma ata që përpiqen për paqen, sepse ata do të quhen bijtë e Perëndis. Pra shohim që paqja është shumë e rëndësishme për Perëndin, krijuesin ton. Dhe ata që përpiqen për paqen, me aq sa kanë mundësi, me aq sa munden, le të themi, Zoti thotë që ata do të jenë bijtë e mi. Dhe Perëndia në fakt na shfaqet në Bibël si Perëndi i paqes. Dhe jo më kot na thuhet diku tjetër që vetë Perëndia ishte në Krishtin, në kryq, kur bëri paqe me njerëzimin. Pra Zoti na dha faljen, dhe kjo falje përkthehet në paqe. Pra Perëndia kërkon të bëj paqe me çdo përmes gjakut të birit të tij, Zotit Jezu Krisht, por gjithashtu na ka thirrur edhe në paqe. Dhe pse është kjo e rëndësishme? Është mjaft e rëndësishme sepse ky është vetë plani i krijimit të Perëndis, që gjithçka të ekzistojë në këtë paqe, në këtë qetësi, në këtë harmoni, në këtë ekuilibër. Pra Zoti kështu ka krijuar botën. Por ne njerëzit, na thot vargu te predikuesit, Zoti ka krijuar gjithçka të mirë, por ne njerëzit kemi shpikur marifete. Prandaj edhe tek zemrat e shumë njerëzve nuk ka paqe. Dhe shumë njerëz përpiqen, kërkojnë të gjejnë paqe, por gabojnë vetëm te kjo pjesë, sepse nuk njohin shkrimin e shenjtë fatkeqësisht dhe përpiqen të arrijnë paqen vetvetiu me forcat e tyre. Po kjo është e pamundur, sepse Perëndia na mëson mjaft qartazi në Bibël që nuk mund të kemi paqe me veten nëse nuk kemi paqe me të tjerët. Dhe vetëm kur kemi paqe me të tjerët, atëherë kemi paqe edhe me Perëndin. Jo më kot vetë ligji i përsosur Perëndis përmblidhet në një fjalë që apostulli e thot: nëse do tjetrin, nëse ke dashuri për tjetrin, atëherë ke përmbushur ligjin. Pra vetëm kur jemi në paqe me të tjerët, atëherë do arrijmë paqen me veten tonë, sepse është Perëndia që jep paqen, kur ne bëjmë gjithmonë vullnetin e tij. Lavdi Zotit dhe Zoti t'ju bekoj. Paqja me ju.